Salam aleikum, a ma mirë pare me dhanë kurban, a me prej kurban? Aleikum salam rahmatullah. Nëse ki për qëllëm i dhanë pare, për shembull në institucion të caktuar, që e presin ata kurbanin, qoftë në Bashki Islame ose në ndonjë shoqat, ose jep një individit i thu preje një kurban ti, për mund se s'kam vakt më marrë me kurban. Atër themi s'ka problem, dhe më thonë, ban. Po nëse ki për qëllim me dhanë pare një fukaras me aqu 200 euro, mi thonë merë ishto blej tesha, blej ushqime për familje etj, e nuk therë kurban, themi kjo nuk është në rregull. Duhet ma mirë është me therë kurban. Por, nëse mund me prej vetë ti në familjen tonë, në borën tonë, në shpitane, a mi që në institucion që ata e therin kurbanin për ty, themi edhe japin përparësi me e therë vetë në borë ti në shpit. Por për arsye se sot është vështirësu kjo gjë, atër themi, s'ka problem që e në institucion ku ata e therin këtë kurban.